Zbatimi i pakos së re fiskale është tema e një seminari që administrata tatimore e mbajti sot në rajonin e Ferizajt. Në këtë takim drejtues të ATK-s shpjegonin ndryshimet e ligjeve konkrete para dhjetra kontabilistëve të Ferizajt, pronarëve të firmave të ndryshme, zyrtarëve të ATK-s e qytetarëve të tjerë. Atyre u tregoheshin ndryshimet që pësuan ligji për tatimin mbi vlerën e shtuar, ligji për të ardhurat personale, tatimin në të ardhurat e korporatave, si dhe ligji për faljen e borxheve publike. Aktualisht, procesimi me të cilin zyrtarët e ATK-s po merren intensivisht është ligji për faljen e borxheve, ku ky ligj e prek shumicën e popullatës së Kosovës. Saqi Pimeri, zyrtari i ATK-s, tha se ky ligj i cili ka hyrë në fuqi prej 3 shtatorit, qytetarët kanë mundësi që benefitet e tij të shfrytëzojnë brenda një viti. Borxhet publike falen të gjitha ato që janë deri me 31 dhjetor të vitit 2008. Ka disa kategori të tatim pagu, përkatësisht të borxhlinëve, ato që nuk kanë borxhe nga 1 janar 2009 deri me 31 dhjetor 2008, deri me 31 dhjetor 2014 ju falen të gjitha borxhet, se janë periudhës që e përfshin ligji për faljen e borxheve publike. Ndërsa ato që kanë borxhe edhe në këtë periudhë kanë një kusht ose një obligim që të kryen obligimet për periudhën 1 janar 2009, 31 dhjetor 2014, që t'ju falet borxhi për periudhën deri me 2008. Pashtu ligji ofron edhe 2 kushte që i gëzojnë këto të drejta. Ato që e bëjnë pagesën e plot të borxhit, ato e gëzojnë të drejtën e faljes së borxhit të vjetër, faljen e borxheve e ndëshkimeve për periudhën që përfshin 2009 deri në 2014. Ndërsa ato që nuk e bëjnë pagesën e plot e kanë mundësinë që të hyjnë në marrëveshje me institucionin, në këtë rast me administratën tatimore të Kosovës, duhet ta bëjnë pagesën me këste, personat fizik bëjnë pagesën deri në 3 vite, marrëveshje me institucionin, ndërsa personat juridik deri në 2 vite. Duhet bëjnë gjithashtu pagesën sipas marrëveshjes që hyjnë me institucionin për me gëzu faljen e ndëshkimeve, jo tjetër. Tash për tash, ATK-ja po e përkatit listën publike për tatim paguesit, e cila sipas Imerit shumë shpejt do të publikohet. Pastaj në momentin që bëhet publike kjo listë, do të jetë pastaj edhe drejta e ankesës së tatim paguesve, edhe do të fillon falja e këtyre borxheve. Një kategori e cila nuk ka nevojë me bë kërkesë në administratën tatimore janë borxhlinët të cilët borxhin e kanë më pak se 100 euro. Ligji për këtë kategori ka parapo që këto borxhe në mënyrë automatike të hiqen prej regjistrave që mos figurojnë fare. Ndërsa kategoria tjetër që kanë borxh, është fjala për kryegjën, më shumë se 100 euro duhet të drejtohen administratës tatimore. Debati me zyrtarëve të ATK-s dhe pjesëmarrësve të këtij takimi u përcoll edhe me ankesa e sidomos për ligjin për tatimin e vlerës së shtuar. Aty u tha se me këto ndryshime, gjendja ekonomike e qytetarëve vetësa do të rëndohet. Unë mendoj se ligji mbi TV-shën i cili është ngrit për 2%, direkt do të prek në kostin e konsumatorit, kurse shkalla e ulët e tatimeve, e cila është prej 8%, mendoj se ka met e mangët, faktikisht është shkurtuar me udhëzimin administrativ i cili e ka përcjellë, se në ligjin bazik është një spektër më i gjerë i artikujve që i takojnë kësaj baze, kurse me udhëzim administrativ është zvogëluar ai numër. Mirë, ankesat ndoshta janë më shumë në aspektin medial. Drejt për drejt në administratë tatimore kanë filluar kërkesat për shfrytëzimin e benefiteve që ofrojnë ligjet sipas pakos së re, posaçërisht për lirim prej TV-shës në lëndën e parë. Ndërsa për pajisje, për linja të reja të prodhimit, ato biznese që investojnë e gëzojnë të drejtën e lirimit prej TV-shës drejt për drejt në dogan, pa pas nevojë të drejtohen administratës tatimore për ndonjë miratim eventual. Seminari për zbatimin e pakos së re fiskale do të zhvillohet edhe në rajone të tjera të Kosovës, pavarësisht ankesave dhe kundërshtimeve të ashpra për këto ndryshime të ligjeve fiskale. Ekonomistët dhe njohësit e kësaj fushë, si dhe biznesmen ende nuk kanë mbajtur ndonjë protestë apo tubim të përbashkët për këtë qëllim.